Ata duan të flasin, të tregojnë për jetët e tyre. Ngjarje të vërteta njerëzore, personazhe të cilët do të vinë pikërisht në këtë studio për të rrëfyer mbi jetën e tyre. Ne kemi mësuar shumë nga ata. Pikërisht Historikum është emisioni që do na bëjë të reflektojmë mbi jetën e shumë personazheve të cilët do kalojnë në këtë studio. Historikum. Zonja dhe zotëri, mirëmbrëma. Mirë se vini në emisionin Historikum. Në këtë puntat do flasim për një personazh i cili rininë e tij e ka kaluar në burgjet e Spaçit, por edhe në burgjet të tjera të Shqipërisë. Duke vazhduar me historinë e vitit 97, por edhe për sa i përket tranzicionit, të kalimit nga komunizmi në demokraci. Si ka përjetuar ai ngjarjet, por njëkohësisht për të vazhduar edhe me kohën e piramidave. Kam kënaqësinë të kem në studio kryetarin e shoqatës së të përndjekurve politik të Qarkut Shkodër, zotin Zenel Drango. Zenel, mirëmbrëma dhe faleminderit që je pjesë e emisionit historik. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Ju e keni kaluar pjesën e rinisë në burgjet e Shqipërisë. Cila ka qenë ndjesia juaj? Është vërtet. Unë fakt si familje nuk për më saj stres që kena kënë kolaka pas e persekutum, për kena kënë familje që kena nimu dhe kam pas pjesar familjen time, të e fillu të baba që kena nimu luftën nacional shqiptare, pra nuk kam kënë i planifikum, se ka pas planifikim atër për burgjet, janë kënë piketum se kush do hinë, me shkak pa shkak. Por unë, si më thanë, jam ratis në Jugoslavi, pra kam shkel komplet ligjin e asaj kohe, pra nuk jam thjesht si një që ka ra për regjitacion e propagandë që ka thanë pse mungon Vojvodinit kur janë 5 milion raj. Pra dhe më thanë një gjakret parësyshme e pa logjikshme. Po unë për atë kohë e kam thy ligjin në atë kohë dhe për kohën e kam meritu dënimin, nuk kam pas nevojë për dëshmitar, se kam pas fakt krym, po të dorëzum me proces rebel, po dhe hetusin nuk e kam pas shumë të vështirë, si që kam pas tjerë. Atër dënimi, dihet që ka kënë dënim kapital, sa ratisja ka fillu 10 dhe 25, dhe unë kam pas komplet kodin penal të asaj kohë. Atëherë, me që jam transferu në Kaush Tiranës në burgur 313, aty ka kënë vend grumullimi i të burgosërëve nga gjitha rrethet, aty janë caktuar atëherë kush ka kënë i ri dhe i aftë për punë, ka kalu në Spaç, në minjerën e Spaçit, si minator, apo dhe si vagonist. Minjera Spaçit ka fillu punën qysh me 28 prill të vitit 1968. Spaçin e ka vizitu vetë kryeministri asaj kohe që ka kënë Mehmet Shau me helikopter, ku ju ka thonë shoqëruset vetë vend strategjik për të burgosur politik. Dhe të burgosurit me që kanë përformu detyrën që kanë pas në bamjen në Elbasan, fabrikë cimentës në Elbasan, janë transferuar në burgun e Spaçit, ku i kanë prit me korë të burgosurit ordiner, me që për i vjetë kanë punu në rrethimin e kampit dhe teritorit të minjes, ku i kanë prit me thirrjet të inspiru nga sigurimi i shtetit, që jo ban vorrin anëmiqve të partisë dhe të pushtetit dhe të popullit. Dhe këtu do i leni eshnat. Edhe faktikisht shumë vetë atje kanë donë dhe eshnat. Puna ka kënë shumë e ramë, trajtimi shnjërzor, ushqimet shumë të dopta, puna e detyrume, pra se ishte për me ba ciklin. Cikli ishte trupa bira dhe materialin me hek. Unë kam pas fatin në keq me që ishe dhe fizikisht i fuqishëm që me punu minator. Minatori ishte puna më ramë dhe ishe përgjegjës edhe për 2 punëtorët. Ate punëtorët i zgjilte vetë, komanda nuk ashtë se i zgjilëshe të vetë për me gjetë njerës të drejtë. Aty kishte njerës jashtëzakonisht mirë që me gjetë
shok të rrallë, po kishte edhe njerëz të tillë që me i pas në Australi i kishe afër, kaq pa dëshiru shumë ishin. Pra atje kena rrit deri 1410 kampi, po në 1410 ka pas edhe bashkëpunëtor të komandës të sigurimit të lidhur direkt me zëvendësministrin, me drejtorin e sigurimit të shtetit e të tjerë që dishin çdo gjë që bëhet në kampin. Cila është një histori që ju ka lënë mbres në kamp, që ju ka trishtuar vërtet? Atje ka shumë historina, por një histori që më ka lënë mbres pra në zonën e dytë, që ishte zonë Piritit, një shok i joni asaj kohë, një Kolmani, që ishte shumë punëtor i dalluar dhe njeri me dinjitet e karakter, e zoni Piriti. Piriti ishte një landë shkamore, me fjalë ishte si puna rancë, par ishte shumë rëndë, ishte si një lopat për shote 20 kg, që u mushte vagonit, dhe vagonit që ishte nevoj me mush plot, dhe në gjysë më mush, zete 20 kintal. Dhe këti i erdhi aja rana dhe zuni këtë edhe mulloj, me fjalë s'pat mundësi shpëtimit, dhe adash 8 orë me punu me rrallë të burgosurit, të tjerë që me nxjerë nga vendi ku kishte mullu me fjalë materiali. Pra janë nxjerë rreth 200 vagona për me nxjerë trupin e tij, të pa dëmtum se por të asfiksum që mungesa ajrit të oksigjenit. Dhe kjo ishte gjëja maron për gjithë të burgosurit, po kryesisht për ne shkodan që ishte një shok i joni, mik i joni, me fjalë edhe sot, si me thonë, kur mendoj kohën e atëhershme, më shkon mendja për të dhe më vjen keq për të. Ai ka qenë i martuar, ka lënë një djalë, të paktën ka lënë një trashëgimtar, djali me sa di unë jeton jashtë diku në Itali. Kjo ka qenë ajo skena marrën që ka ndodhur për gjithë burgosën. Dhe keqja ka qenë që dënimi ka vazhduar edhe mas vdekjes. Pra na kanë dënuar përjetësisht. Çfarë do të thotë dënimi pas vdekjes? Dënimi pas vdekjes se s'kan pas të drejtë familja me marrë trupin tonë. Edhe me që i ke rënë punë, pra punën e ke bën me detyrim, se nuk ka puna se ke kërku vetë me punu. Pra do më thonë që ne atëherë në atë kohë jena dënuar privim lirijet dhe më thonë me burg. Atëherë me urdhma të Ministrisë Brendshme dhe të ministrit asaj kohe, ti e dënuar me punë detyrume, që ke mojt sigurimin e brendshëm dhe të jashtëm me punën tonë që bati. Cila ka qenë mosha më e vogël në ato kampe? Aty ka pas moshë që kanë edhe 17 vjeç, edhe 18 vjeç. Po mosha 17 vjeç ka marrë gjysën e dënimit. Por nëse ke kanë për agitacion e propagandë, pra që ke pas dënimin kapital 10 vjet, je dënuar gjysa për arsye të moshës je dënuar 5 vjet. Dhe ka pas shumë të ri, pjesa më madhe kanë qenë të ri, po ka pas edhe vjetër që janë dënuar me fjalë që pse buka është e keqe, pse nuk ka vaj ullinit, një kohë që kena 5 milion raj ullinit, dhe kush kanë nevojë, kush kanë kjo, për i te janë dënuar, pra dhe më thonë që sot mund të quhen gjana që s'mund t'i besojnë kush, edhe mu më duke çudi, dhe më thonë për i fjalë gojë që djetë dënuar, po shtu ka qenë atër sistemi. A jeni përnduar për veprimin që keni bërë atë kohë? Ja, nuk jam përndu, me thonë drejtën, se nuk ka arsye për përndes se a bo me vetdije, aja punë për i jetë më të mirë. Por fati e deshi që me përfundu në burg. Atër në burg jam në nështru kohës së burgut dhe nuk kam të dukur që të arratisem që i kam pas mundësit. Me gjithë se ishte shumë vështirë, mu arratis dhe me kalu me sukses të jashtë. Por aty kanë të tu shumë njerëz. Unë kam mendu për familjen se boldam ju kam sjellë, se pasove ti ke përfundu në burg, po pasove ti ka hek edhe familja, se i kanë hek nga puna, s'kan pas drejt shkollimit, pra vëllezërit e mi që janë kënë më të vogël, nipat e mesat, motrat, pra dhe më thënë kanë kënë matë synin, që e largu si larg nëj kolerës, ta përkthesh me ditët sotme, si larg Covidit, që kena nëj larg njëni tjetët, dhe s'ja ke dhëndorën, pa je përshnet me grusht. Njështu ka kënë edhe populli që ja largu nëj nesh. Ajo është mohuar edhe ju e drejta e shkollimit?
mu, si me thonë, po që po, unë për fillon në burg, po jam muhu fëmive një për të mesat që kishin prirje për shkollë, ishin zonë të shumë të mirë, po kanë pas drejt deri të gjimnazi, shkolla mesme, jo më tepër, për shkollë. Po do më thonë që je qujtë familje deklasume dhe familje anmike e pushtetit popullor. Po me që në kënd vlasni, shumë dhe familje, si me thonë në rume, në atë laqen, se dhe laqja ka të bajnë, kryetari i laqes, kryetari i frontit, nuk mi kanë internu familjen. Dhe kja ka kënë një plus atër se Kiranburg kanë internu familjen. Kja ka kënë gjaja ma keqe, që mund të jetë banë që me i fut pasojet edhe familja për veprimet që ke bati. Një kohë që vetën Hoxha në të kohë thote, zdo berë, varet nga kam të veda, pa nuk ka kënë e vërtet. Sa i ndërsh shkrute në veprat e tia dhe ndërsh u veprote. Është folur shpeshherë për sa i përket arit në ato minjera. Është folur që është vjedhur. Nga kush? Dhe a është e vërtet kjo historia e vjedhjes arit? Po është e vërtet, atje minjera nuk ka kënë shume, pra minjera spacit për këtë qa flasë, se flasë me kompetencë dhe me përgjësi morale, ligjore. Atje janë gjerë 900 vagona në turn, pra 24 orë, dhe në 900 vagona që kanë dalë bakër, pa i pa përpunum, kanë dalë 50 vagona bakër blisur. Në 50 vagona bakër blisur, një vagon bakër blisur që ishte 1 ton, ka dalë 15 gram arë. Pra në 50 vagona ka dalë 750 gram arë. Dhe fatkeqësia, gjithari, që ishte i grumullum atër, që ishte pasuri kombëtare, pasuri shtetënore, o vollë në vitin demokracisë. Për te ka shkru dhe i libër që ka kënë deputeti Blerim Qela, gjanë që s'ka maher se këta me i kritiku edhe të eliminojnë me fjallë. Të shlukur nga faqa dhëft, ashtu si që kanë shlu shumë jesë të tjerë që dihet, i dinë edhe mediat, i kanë folë, por për kush se ka farë ngosht i gjanë të tjilë. Na kena shpresu shumë, si me thonë, si për një politik, nga demokracia që pa përvjen një demokracia plot dhe pa hakmerët me të drejt ligjore dhe pa i qënë ata që kanë bëhen genocid në i kësaj shtrese, pa i qënë në gjyqin e Strasburgut, një ashtë që u qunë kriminal të luft dytë botnore. Pa kja nuk nolli dhe me patur pësin matë malle i dënoj për kafe, gjanë për të cilin morën bafajsin dhe u dëmë shpërblyn me 50.000 lek ditën për vujtjen e burgut që banë, pa qëfar burgut banë ata me të në të mirat, si patë se burgu, këto si të mos është në demokracia me 3 standarte, ligji. Pra, për ata që janë deputet, janë pa prek shumë, dhe ma që atë dunë, si kap ligji. Dhe për ata që i qujnë Petra Nazhista, që janë pasonik edhe ata nuk i kap ligji. Se ligji është i barabartë, ka një rregullore burgut, dhe si mund në Shqipër e burgut me drejtu bashkinë e Shkodrës që i drejton kryetari i bashkisë. Pra dhe dele banë fjallime, apo i lirmeta dikush tjetër. Pra shantazhojnë gjykatën, prokurorin, po ku ko guxu një burgosën me fy gjykatësin ose prokurorin, gjatë për të cilën kja nëllë dje shumë sot. Po dhe më thonë që nuk e besoj këtë që se ligjin në kalu në shpinë, dhe dim se që a ligji dhe respektoj ligjin. Po për këta nuk ka ligjë, të janë pa prekshëm, kena mojtë shpres të spaku, që po nërshën diçka, po dhe spakun e kanë manipulum. Po dërsa fletë që unë do të shkrej, do të bëjsh spakun kryesisht opozita, unë jam i mohnitën. Ka mojtë shpres, jam si më thonë, besimtar që besoj që me që kanë investu Amerikanët dhe pari aty nuk shanë bosh, kja shpresa që mënë që dikur këj vend do të bëhet për të rinjit si që jeni ju dhe tjerë. Pra dhe më thonë që me i fernu të rritë që mos ta kenë menen, që me maru shkollën dhe me i kja është me që këtu nuk kanë se që bojnë. Dhe kja është një gjanë shumë e keqe, me thonë, për të armen e këti vendit. Pra se ma 4 milion që ishim, s'kena me tas 2 milion, se pjesë ma molle janë jashtë. Ai njerëzit ikon se emigrojnë, dhe për Italijet emigrojnë, ati për i jetë më të mirë.
Po problemi është që i kështu në mos, po ku një kohë që i vendi jonë, është vend shumë i pasur, mos Spanjës me diell, ku ka 300 diell, plus që kena edhe 9 token shumë pasur, dhe 1000 token, po gjë për cilën tu nuk shifet gjë, se hin me dalë deputet për mu pasunu. Deputet hinjet për me thonë diçka vendit tonë, naset partë, linësit tonë, kanë sakrifiku pasunin e tyne për me po diçka për komin, ta djegun komin për mu pasunu vetë. Dhe kja është një gjë shumë, si me thonë e të mërshme për këtu. Në vitin 93 ju keni filluar manovrator Skafi, deri në vitin 97. Po. Cila është kjo histori? Si është kjo? Unë me thënë drejten, m'janë afru poste atëherë, për me kënë drejtu komisaratit kryetar, por nuk e kam përnu vetë, se s'jam kënë një afë me bon. Pra, se dhe më thonë që të zbatësh ligjin pik për pik, se ashtu është e drejta, atëherë do t'i bish ndës njerëzve. Atëherë unë nuk e kam dashtë dhe kam pranu një punë thjesht që jam kënë manovrator Skafit, me që ishe i senatës, kam maru edhe kursin. Për këtë punë 6 mujor, atje për të rujt e margun, ja për të ishte false aja punë, sa ishte më urdhën nga nëllë, atje që më thy, dhe te nuk e shof gjatë keqe, për arsye se nëse su të thete vendi jonë, nuk të thete dikush tjetër, pa ju dha i mundësi popullit shqiptar që kishte dalë nga një fukarallëk i tej s'faqëm, mu arrit që mu pasunu, pra qysh në Gjina Kasër, e deri në Malqit Mollë që banë vila, shpia, në atë kohë. Pra, kanë punu më tanë pushtetarë të gjithë më rrallë, se malësorët e kishin për krenari, kur thoshin që unë se kam problem për ju, se unë punoj me x person, që ishe në detyra atje ministrë dhe të kryeministi. Vetme që s'ja laku emni atje, ka kënë Sali Berisha, që s'ja laku emni, nga malësorët që punën në pat diçka. Të tjërë kurse tjertë, ka kënë e pat diskutushme. Me sytë e mi, për shumë dhe Zema Hedarin e kam pa 30 herë atje, që vite punote me kontrabandën e nafset, kafese, të gjitha armatimeve, që çdo gjë tregtu nëpërmjet liçenit atje. Në vitin 97 ju pësoni një plagosje. Çfarë Unë ndodhi? plagosa ishe në kryt detyrës me Skaf për të rujt e embargon, gjatë që s'na pyte, po edhe punë kena ba, me thanë drejten, se edhe kur ka orë punë edhe për mu kena. Pra, u plagosa nga një s'pa identifikum në kryt detyrës, gjatë që mi plësun gjithë dokumentacionin nga komisariati Malqis Mollë, se qiti një urdhën Sali Berisha, gjithë ata që janë plagos në kryt detyrës, do t'i jepet një shpërblim prej 30 milion lek. Dhe gjithë ata të tjerë që kanë arë në kryt detyrës dhe janë vratë, do t'i jepet 50 milion. Gjanë për të cilën nuk nolli kur së bon. Bile çudia më mollë është që kur u plagosa dhe shkova në spital, spitali në ushtarak atëherë, me që ishe ushtarak, më karë shkarkimi si ministrit sovjetik Zhukovit që u shkarku në avion. Ashtu mu më karë shkarkimi në shtatin e vdekjes që je i pushum nga puna. Dhe kjo është një çudi e madhe, se u hoqa nga puna nga drejtori i policisë, që ishte antar i kryesisë i Partisë Demokratike, s'dutja përmend emrin se kam në veri. Pra, do të thonë që unë ishe mbështetësi më i fuqishëm në atë kohë, si që manon, për Partinë Demokratike. Pse ndodhi diçka e tillë? Ndodhi diçka e tillë se kjo ishte puna që njerëz pa përqeshëm atëherë doshin me ba ligjin në gjithçka që u bon atëherë, pra, që u kryun bandat ndryshme për me marrë Skafin, gjatë për të cilën unë e mbrojta deri me jetën time. Dhe kjo ishte ajo arsye se ku kam punu me energjeqe dhe me pasoti. Dhe vitit 97 atëherë pasoj me të qia që erdhën mbrapa, me urdhën nga nëlt u doq komisariati dhe u doq prokuroria, dokumentacioni, tapia, të gjithë u doq me qëllim në Shkodër. U doq me qëllim që njerëzit pronart që mos me qetë tapia kumë, që me lujt ashtu si kanë lujtë, si që desën vetë, se kja urdhën i Rami Salis atëherë në atë kohë në plenumin e nëmë,
që tokat në asnjë mënyrë që t'ju japin pronarëve. Tokat do t'i gëzojmë ne me fëmijët tonë. Atëherë, ai caktoi njerëzit që Sali Berishën e caktoi të djathtë dhe Fatosnanën të majtë. Dhe me Sali Berishën atëherë bën ligjin e famshëm 7501 që ju përveçoi tokat pronarëve, ku i quajti ish pronar dhe proletar, pa kur gjama shpirtit hora karapitik i bani pronar. Pra, u doqin gjithë normaljet, uzinat e fabrikat që patë Shkodra, u shkatru më urdhën nga nëlt ferma e shtoj që ka kënë një në fermat ma të mblaje që ka pas Balkani, pra u shkatru me qëllim. Pra të tëne, çdo gjë u shkatru si me ra bomba atomike në vendin tonë. Dhe gjithë makinerit tonë në freza janë kalu në nikç me urdhën tëne nga njerëzit që i doshin ata të piketum, pra për minimum. Dhe kështu është vepru. Pra këtu kanë piksonimin për me dalë deputet, për me kënë dikushi që jo vedin, po me majtë edhe nipat e mesat me pasunin që ban. Pa tjesht deputet do të punosh për vendin, për të ardhmen e komit tam, që mastikun njerëzit. Këta bërtasin me të madhe që njerëzit janë aty kanë nikë për faj të maqërans, po unë mendoj ndryshe që njerëzit kanë nikë duke mos pas shpres të opozita, se njerëzit durojnë 4 vjetë që po ndryshon puna, po duke mos pas shpres të opozita, atëherë ka shku gjendja në këtë pikë ku jena sot. Po përsa i përket kohës së piramidave, shumë shqiptar i kanë përjetuar ato momente të vështira. Keni qenë edhe ju pjesë e piramidave të Shqipërisë? Që kam kënë, unë dhe shumë të tjerë. Pjesë e piramidave që paret që kishim grumbullu me tjerës të ballit, atëherë i qume në për firma piramidale që rreth ja 15 milion qova të Gjaferi dhe të populli. Por aty u bon diçka mirë se kur falimentun u dha me 50%. Pra mora 50%, nga 15 milion mora 7 milion e gjysë, janë që nuk ishte damshme fort. Por të Vefa, që Vefa kishte me 8% ishte në Lonë dhe 7% ishte në Tiranë. Dhe unë bashkë me dy shokët mi bashkë vujtë, i qume në Lonë që ishte 1% ma nëllë, një shumë baresh. A i shoku i kishte ma shumë, kishte rreth 50 milion, unë kishte rreth 40 milion, që ishin pare e fitume me djerës të ballit. Dhe kur shkume me i marë, ishte bloku. Aja, më thonja pareve, se ishte urdhnes nga shteti atër që do të me i ban me falimentu, se Vibia Limuqa, u ban i fuqishëm, sa që zotnote 70% të pjesë të shtetit shqiptar, pra dhe më thonë ishte ban shumë i fuqishëm. Dhe na thonë që ja pesullu. Na, me që ai shoko jem, bashkëvujtë jem, Abedin Verjoni, njës pas se ka vdek në rastin e Covidit, kishte një kartë të Vibia Limuq, paraqiti kartën aty në bodyguardë që ishin oje të Vibia Limuq, dhe na lejun me hi mend atje, ku na thonë që anërprej nuk i jepen paret. Atë kur dole me jashtë, unë për falënderim ju afrova aty në bodyguardëve, i thash faleminderit, gjithmonë kena pas marrëdhënie të mira me vlonjat dhe kanë me gjithmonë shumë të mirë në përburgje, kena shku jashtëzakonisht mirë. Shkodant me vlonjat me gjitha rrasa tjera, njerëzit e mirë që janë kënë të nërshëm me karakter. Sa, na tha, ku ti që jam një 10 vetë për Shkodrët, se në tha pare t'ja dham Vebiu ja kaloj salut, dhe na i bini ja 10 burra t'ja bajme t'ja kthejmë nanën këtyne me fjallë për Shkodrët, se jo keni diftu vedin, se nuk ishi ballista, por votut, nuk e quj mesazh Sali Berishë, votut të ballit dhe legalitetit, ishte fjalla për Bari Borishin atër që e Xorri Shkodër deputet, një njeri familjar, shumë i mirë, njeri i përmamën. Për burnie për karakter dhe njeri të për i veçantë që ohen që e ka drejtu bashkin me shumë dinjitet. Çfarë ndryshimi solli atë kohë hapja piramidave? Hapja piramidave i futi Partia Socialiste me të drejtë se
dënë për me marë pushtetin. Pa keqja është që Partia Demokratike pse prandaj një kohë që e dishin se ky fenomen ka ndodhur në vende tjera, ka ndodhur në Angli gjithkohë, pra ishin qartë. Pa domi i mall kje se Sali Berisha doli në televizor dhe deklaroi parja shqiptarëve është e ndershme e fituar me djes të mallit. Pa dhe më thonë që i dha jehon atër popullit shqiptar që i qoni paret ju në firmat piramidale, sa që u qunë njerëzit shiten shpia për me që barët atje, që me vunë pra 300.000 lekë me fitu 900.000 lekë. Pra dhe më thonë që ishte gjanë që atër që popullit shqiptar vesh në për firmë me që parët, mas me pas të vëj me punu, pra duke nëj me pasi standard jetik të mirë. Këte e futi Partia Socialiste, si gjithë ata drejtuesit ishin Parti Socialiste, dhe kur ka shku njeni, se s'pa ja përmen se ka vdek, që ishte personalitet në detyr atër, të rëndësishme, kur i ka që parët me qinë Shkodër, ishte në luj që i në koplik, kur i kanë marë parët dhe i kanë hellë në tup, po në mu i ka ban për shtypje, ati që dhe më thonë që këtu e mori fera oratin dhe ashtu nolli. Atër, ata shfëdzun këtë rast, Partia Socialiste, ku u ban aja që nolli pra në të shtata. Dhe kesja kje, Partisë Demokratike në atë kohë, se unë ishe në Komisariat të Marrësisë Madhe atëherë, ku na mobilizu ne në armatosin dhe thonë në drejtim Tiranës dhe në drejtim Vlonës atje për një luftë civile, gjatë për të cilën unë nuk e pranova dhe nuk pranova me shku, ku mu drejtori i policisë kufinit, që ishte, s'pa jap emën, se nuk jetën sot, dhe kryetari Deks, unë i kundërshtova. Ju i thash, po t'jeni burra i prini vetë këtë në njerëzve. Jo me që njerëzit ju me nëj këto. Do t'ekim për punët. Nuk ka rëndësi mi ishni për punët, unë nuk shaj me luftu kundra vëllezërit mi. Atër shku në Tiranë, dhe prej Tiranës atër u anullu urni. Dikush nërhyvi nga jashtë, pa kje gjendja atër që me fut popullin në luftë civile. Kje politika atër e mrapsht që bani Partia Demokratike. Si e përjetuat ju atë kohë, në atë shtatën? Jashtëzakonisht keq, u krijuan grupe që me mbrojt, pra gjithë secili lagjet e veta, se Skënderbegu pas Sulman Kirasin, pra lagjen time, dhe Kirasi pas Sulman Skënderbegun, gjatë për të cilën unë, të është me atributin dhe kredibilitetin që kishte me shoqëni me atje, bisedova me ata miqtë e shokët e Skënderbegut, pra një ndërta që mikë dashamirë jam i Lush Kaceri, që ishte familjerisht i njoftën dhe familje shumë në Rome dhe respektume qytetit Shkodrës, i thash shok jam unë dhe ju thash lagjes jeni të garantum, i thash i ruj unë për shpijet, s'keni nevoj me vunë barikada, sepse na sulmon ne Skënderbegu se i kena vlazën. Dhe kja ka ndodhë, pra që i kryuin vetë ata për të kryu mos siguri. Pra, se Zani Qaushi atëherë u baj i famë shumë vlonë, sa që ka prit edhe kryeministin italian të asaj kohe në Vlon. Pra, ka që rëndësi ju dhonë dhe këta fajtori ishte komplet qeverisja atëherë që asaj kohe. Dhe u ndin pasohet në varfnin e mallet që pat atëherë populli shqiptar. Pa dhe më thonë që u diskutot edhe buke negosje doli kryeministi asaj kohe, Ylli Bufi ku deklaroi që 5 ditë bukë kena, gjatë për të cilën ishte një gjë shumë e tmerrshme, atëherë që ti thush popullit 5 ditë bukë kena. Po do të thonë kjo kanë gjendja asaj kohe në pak të një lufte civile. Po pse mendoni se u krijua kjo idea e barrikadave, kjo tek ky mentalitet njerëzish atë kohë? Kja ka kënë se kja ka arë që është në këtë turgut, për qaj e sëmba. Njëtën që onë përnë dhe këta, e shfrytzuan, si me thonë, edhe mos dijen e popullit, atër me fut përqarje, edhe në mes të feve, gjatë për të cilën si arritën qëllimit, se na kena pas vazëri me fetë ndryshme, pra, edhe Hafiz Sabria thote që kam dhe kohë gjatë në burg, katolik të kena vazën dinit,
Jezu Krishti Hazreti Isaja. Pra dhe më thane njeriu më e respektu i uni. Pra nuk kena ndryshim, pa dujmë njëri tjetër si vllazën. Dhe këta u mundun me fut frymën për qarve, se të xhamia janë çu një grup dhe patherin thjon në dërrin në der xhamis, gjatë që ishte e vërtet që ishte propagandë. Pra dhe më thane si ka dalë atër Monsignori me mëftion në Shkodrës dhe me atë Aleksandr Petani që kanë dalë atë në qendër dhe kanë qetësu popullin që s'ka gjanë lidhje me këtë punë. Pra dhe më thonë këtë punë e ka ba politika që me kanë rahat ata vetë që me fut njërën e përqarësis në popull. Një kja gjanë ka rritë, që i këtë gjanë se kanë ba në stujt, jo më këtë të mërënshmi. A jeni zhgënjur me ardhën e demokracisë? Me thonë drejten, shumë zhgënjur mjohën, po gjithë shtresa që i përfaqësoj. Dhe shtresa e pronarve, shtresa kolegëve për arsye se mendon se demokracia do të vënë ligjin, pa gjithë ata që kanë bërë krime, që s'kan lënë gjë pa bë, për shembull, Manush Meftiu, që ka qenë kryetari i debim internimeve, do japin llogari para gjykatës së Strasburgut për krimet që i ka shkaktuar vendit tonë, që janë vrarë 6300 vet atë në ato. Pa kush nuk u përgjigj, se s'kishte si mu përgjigj, kur u vunë kryet Partisë Demokratike, një person që ishte vasal i Rami Salis. Dhe kjo ishte që i futi atër për kafe, një kohë që firmosi të drejtat e lirit e njerut atje në Helsinki, që s'do ketë gjyqje politike. Dhe kjo ishte gabimi fatal që bani ai. Atëherë i futi për kafe, gjatë për të cilët që ata morën pafajësit dhe morën dam shpërblim 50.000 lek ditën e burgut. Dhe i morën kesh ndorë se i banë me gjyq. I morën. Kurse për ne, nga 50.000 lek, $50 që ka dhanë bota, na uli në $30. Atëherë nga $30 ju duk faturën naltë, pra kryeministit të asaj kohë, Sali Berisha, na uli në 20.000 lek. Dhe 20.000 lek që ju duk faturën naltë, dhe futi shtëpiat janë dhënë falas, dhe zbriti letër me vlerë. Se në fillim të demokracisë, pra në vitin 94, u dha letër me vlerë. Një kohë që atëherë çoi bota lek pa qëllon për dëm shpërblimin dhe për një mesin e kësaj shtrese shumë të vujtën, puna e papagume, që na vlerësoi punën e papagume me 1.200.000 lek vjetra. Sa një kooperativist që ka punuar në kooperativë me 100.000 lek në muaj. Një kohë që ne i kena dhënë shtetit me 200-300%, atëherë 252.000 lek i kam dhënë në ditë. Po nuk e di me konvertu me parën e sotshme, po ditë them me 252.000 lek në ditë që i kam dhënë shtetit. Unë dhe shokët e mi, ke blej një shtëpi, një hyrje, 3 dhoma i gozhin, pra me i ditë punët. Një kohë që shtetit i kena shpenzu 32 lek ka kenë djeta. Pra. E kuptoj. A mendoni që jeni të vlerësuar aq sa duhet në ditët e sotme? Nuk jena të vlerësuar se për arsye se këta s'kan bëhu mundimin që me fut në tekste shkollore. Pra dhe më thonë që kena kruku me ngull, që djetë historia, pra që ka kaluari këj popull, që mos përsëritet në ditët e ardhshme. Pra dhe më thonë që mos avujnë, ta pasojë që kena vujt na, dikush që do vinë mas të shpasarësit tonë. Dhe kja nuk është bon, se nuk i ka interesu, pra politikës, për me pas një dëshmi, pra që burgu i Spaqit të bëhet muze me kamulljen e nërkombëtarëve dhe kamulljen tonë dhe shoqatës drejtësi dhe paqe me Monsignor Angela Masafrën, të cilin tash është larguar dhe në pension, gjatë për të cilin nëpërmjet jush e përshëndes, dhe kryetarin e shoqatës Luiqi Mila, që ka bërë shumë për ta kthyer Spaqin muze të lidhur me nërkombëtarët dhe kryesisht me gjerman, me shoqatën Maksimilian Kolbe
me sekretar Jörg Lyer, që ka kënë me 30 herë në Spaq, që kam kënë dhonë atje present, të i spjegu për historinë, për vujtjet tona kalvarin, që kanë vujtë Burgosit dhe si janë ushqyt Burgosit. Pra, mendimin e tëne, që për çdo vjetë kena shku, pra, dhe më thonë, datën 25 gusht dherë me 31 gusht atje, me 3 të reja, nga që gjitha vendet lindore, pra rreth 100 vetë, dhe nga Universiteti i Tiranës 30 të reja, ku i kena spjegu që kena ndaj atje 6 ditë, kena fjetë në Borrell, të kena shku për ditë Spaç, ka 6 shtatorë atje të i spjegu. Dhe ata e kanë bërë ditën dhe kanë hellë Facebook për vujtjet, pa kanë dhënë një mes të madhe, që për cilën i falënderoj, dhe këte kena bërë rreth për 6 vite me radhë. Dhe ka arrit deri aty që është sensibilizu dhe politika jonë, dhe është marrë vendimi që Burgu Spaqet më këthyn mose. Janë lanë $4 milion ose euro për të këthy në mose. Dhe shpresoj që shpeti do fillojnë. Pa kja bon se këta, unë nuk bëj krahasime, se ma kanë bëj veri të tillë dhe pranoj, nëse ka pas holokaust hebrejt, që është diçka pa pranueshme për vujtjet që kanë tek ata nga SS Gjerman, pa tortura shqenësore që kanë pas, pa ata ju boni një kom tjetër i huj, pa ne çfaj patme që na boni udhëheqi i jonë, pa ne na boni Enver Hoxha për vetëm në arsye se na kena lind lirë si gjithë vendet të tjera të botës dhe liritë e drejtat e njeriut. Pa nuk kërkun që më tepër tjerë. Dhe për i te janë burgos për lirinë e fjalës dhe janë pushkatu 601 në qytetin e Shkodrës. Duke pasur parasysh historinë e Shqipërisë të tranzicionit, pyetja fundit, çfarë mesazhi keni për brezin e ardhshëm? Unë kam mesazh për brezin e ardhshëm dhe kryesisht për studentat që ta marrin në dorë fatin e vendit tonë. Mbat qefi që kanë dalë parti të reja tashi dhe nëpërmjet jush, si më thonë, ju bëje thirrje që mbështetni këta djemë të ri dhe partitë e reja. Se 70% elektoratit që ka opozita, që është në vitin 92 i ka dhe sot. Ata që të presim prej të nëna, kur ata janë pravu dhe janë stër pravu. Pra, dhe më thonë, që të presim na, nga Selami Jeniqeri dhe tjertë më rrallë që janë atë koalicioni i madhërishëm. Pra, me ta do vinë pushtet sa tjeta, ma të koalicion nuk vjen pushtet. Pushtet vijet me të ri dhe të reja, si puna juj, që sjellin diçka të re dhe janë njerëz të dukum dhe të nërshëm, nuk mendojnë për veti më pasunu, po mendojnë për me sjellit mirë komin shqiptar, një nivel të lartë, që na vendi pasën me 300 ditë diellit, është pasën në toka, ka naft, ka gaz, ka gjithçka, dhe mi toka shumë e pasën që prodhon çdo gjë. Pra këtu, nga politika që njekon këta, se vend ministër një njeri të bujqisë që ka i den, pra ministër do të vunë një njeri që ka marru shkollën. Ministër ka kënë Piero Dot Biba, që ka kënë kohë të ati sistemit, që ka kënë shumë i zoti, shumë i aftë. Dhe kjo është mesazhi jem që jep, pra që sa më shumë trije të reja dhe studenta të marrin dorë fatit e këtij vendi. Zënë Lulnjo, falenderoj që ishit pjesë e emisionit historik. Ka dhënë ju, faleminderit shumë.